Dhe ti kur ndryshon, pastaj do të kesh përgjegjësi tubën tonë, ka? Gruan tonë, mitët tu. Ha? Tash do të tregoj diçka një dashuri shumë të madhe. Që ka ndodhur mes Muhamedit alayhis salam dhe Hatixhes. Muhamedi alayhis salam e ka dashur shumë gruan e vet Hatixhen. Pra Muhamedi ka qenë njëri, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ju keni shembullin më të mirë Muhamedit alayhis salam. I kishte vdek gruaja Muhamedit alayhis salam dhe kur arrin një farmoshe, shikoj pra se ka dashur gratë, se ka dashur gruan Muhamedit alayhis salam. Kishte vdek gruaja dhe vjen një shoqe e Hatixhes, shoqe e ngushtë. Ajo një plakshu, e vjetër e moshme, kur vjen Muhamedi alayhis salam një ashtron, të vihin që lymin edhe i urdhën të hajde ulu, afro. E afro në ofër, edhe të vetë qysh i ki familjen, baballak, njerës të tu, qysh janë, a janë mirë, si kalojnë ata. O e që e shumë, s'kejt dhe shpengon. Gjelloze pak, ne? Mas e kryet puna, dhe më muhabeti, vjen Aisha e ta që e Rasulullah, si shumë e zgote muhabetin me atë kolegen. I thëtë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisha, dusit dritat e syve të një, oj bashkërtja një. Thët, ajo ploka që ishte aty, ka qenë një shoqe ngushtë e Hatixhes, radiallahu anha. Edhe mu kujtu në ato kujtime me gruan teme, që kam dash shumë, që më ka nejtë gra shumë. Kur zbret për i shpelës, Muhamedi alayhis salam që i vjen shpallja, fillon mu dridha, edhe i qesin diçka për mu mbullu, thët, kam shumë ftoft, kam frikë se të ndodhë diçka e keqe. Vjen Hatixhja, për gruaja ti vjen dhe i thët, qa ki burri jem? Unë du shumë, qa ki burri jem? Ja sa grua mirë kja, grua që e qonë qdo halë me burrin e vetë. Qa ki burri jem? Thët, oj, që ka ndodhë diçka shumë tronditse, shumë themse, shumë friksuse. Kam frikë se të ndodhë diçka. Jo, i thëtë gruaja, vallahi, ja Rasulullah, vallahi s'ka për ndodhë kur gja keqe ti. Ti, sillesh mirë me njerëzit, sillesh mirë me farafisin, sillesh mirë me mixhallarët e tu, edhe pse i ki disa për tyre shumë.